Të nderuar televizionistë, përshëndetje, u jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita e Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një konflikt I çastit mes disa personave në afërsi të ish-gjykatës së Kurbinit ka përfunduar në përdorimin e armëve të zjarrit duke lënë të plagosur 5 persona. Viktime e breshërisë së plumbave ka qenë dhe një gruaj që shiste qiri në rrugë. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e autorit. Një përplasje e dhunshme me armë zjarri ka tronditur pas ditën e së shtunës qytetin e Laçit duke lënë plagosur 5 persona, mes tyre dhe një grua e moshuar që shiste qirinj në anë të rrugës. Ngjarja ndodhi pranë gjykatës së Kurbinit në një zonë të populluar ku një konflikt verbal mes disa të rinjve degeneroi shpejt në përleshje fizike dhe më pas në përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas burimeve nga vendngjarja, personi I armatosur ka qelluar në drejtim të grupit duke shkaktuar plagosjen e Liridon Ismailit, Daniel Gjeloshit, Geri Bitrit, Amarildo Ndoj dhe Angelina Gjezajt. Kjo e fundit një shitse ambulante e cila ndodhej aty për fat të keq në momentin e gabuar. Menjëherë pas të shtonat, forca të shumta policie dhe autoambulanca mbritën në vendngjarje duke bërë të mundur transportimin e të plagosurve drejt spitalit të traumës në Tiranë. Gjendja më e rëndë paraqitet për Geri Bitrin, I cili ka marrë plagë serioze dhe ndodhet nën kujdes intensiv. Ndërkohë, 4 plagosurit e tjerë po I nënshtrojnë trajtimit dhe ekzaminimeve të nevojshme mjekësore. Mjekët bëjnë me dije se janë jashtë rrezikut për jetën, por do të mbeten në mbikëqyrje për disa ditë. Në vendngjarje janë mbledhur provat materiale, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e konfliktit, I cili paraprakisht dyshohet se ka qenë I çastit dhe I nxitur nga motive banale. Disa dëshmitar janë shoqëruar në komisariat për të dhënë deklarimet e tyre lidhur me rrethanat e ngjarjes. Autori dyshuar është identifikuar nga policia dhe është shpallur në kërkim, ndërsa janë ngritur disa pika kontrolli në hyrjedalit e qytetit për kapjen e tij. Ngjarja ka rikthyer shqetësimin për sigurinë publike dhe armët në qarkullim, sidomos në zona të populluara, ku konfliktet të çastit mund të kthehen në tragjedi për qytetarët pafajshëm. Kryeministri I vendit Edi Rama ka komentuar publikisht për herë të parë problematikat që po përballen emigrantët gjatë procesit të votimit, duke theksuar se situata është më shqetësuese në Greqi. Ai bëri këto deklarata gjatë një takimi me qytetarët e Gjirokastrës, ku prezantoi planin e Partisë Socialiste për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit në çeljen e derës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi të mbajtur në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama ka adresuar disa çështje të rëndësishme lidhur me procesin e votimit për emigrantët, duke shprehur shqetësim për situatën aktuale, veçanërisht në Greqi, ku shumë emigrantë po hasin vështirësi. Rama ka kërkuar mbështetje për emigrantët që jetojnë jashtë vendit, ndërsa ka shpjeguar se Partia Socialiste është e angazhuar për të siguruar një proces më të drejtë dhe më të lehtë për ta. Këtu përfitoj nga rasti, duke besuar që na shohin nga Greqia, t'ju them, jeni regjistruar për të votuar. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesha të gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane, sepse unë besoj që shqiptarët e Greqisë janë ata që mund ta kuptojnë më mirë se të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se të gjithë shqiptarët e pjesës tjetër të Europës se çfarë do të thotë kjo pasaportë. Ma prezantoi gjithashtu planin e Partisë Socialiste për zhvillimin e Gjirokastrës, duke përmendur investime që do të realizohen për ta bërë këtë zonë një destinacion më tërheqës për turistët. Të lidhjen e shkurtër dhe të shpejtë midis Gjirokastrës dhe Bregdetit rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra dhe projekti koncepti I përgjithshëm është gati dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport I madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës.
Përveç kësaj, Rama komentoi kontratën e lobimit Partisë Demokratike duke cilësuar si një përpjekje të pasuksesshme dhe jo produktive për të ndikuar në proceset politike. Habiteshim dhe qeshnim se po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani. Me këtë kontratën e patriotëve, që befasisht 3 patriot nga e njëjta familje Tropoj, ju linin zemër që të nxjerrin 6 milion që të mbrojnë Shqipërinë nga unë dhe nga ju. Dhe që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta. Ai theksoi se është e rëndësishme se Shqipëria të përqendrohet në reformën e integrimit evropian dhe të sigurojë përmbushjen e kushteve për të hapur negociatat e anëtarësimit. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, mungesa e një debati politik mes rivalëve kryesor mbetet një nga elementet më të përfolur të kësaj fushate. Sali Berisha vazhdon thirrjet publike për një ballafaqim me Edi Ramën, por kryeministri nuk ka dhënë sinjale për pjesëmarrje. Ndërsa numërimi mbrapsht për zgjedhjet parlamentare ka nisur, shqiptarët nuk kanë parë një debat drejt për drejt mes rivalëve politik. Në çdo dalje publike, Sali Berisha ka kërkuar që Edi Rama të dalë përballë tij dhe të jap llogari publikut për çështjet e rëndësishme të qeverisjes. Po pse refuzon? Sepse del hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij në Surrel. Nuk justifikon dot kur 225.000 metër katror tokë në Gjipe. Pas një dokument kadastral, pas një dokument konfiskimi, me falsitet. Pra të gjitha këto. Në vend të një përballje, kryeministri Rama ka zgjedhur të vijojë fushatën në terren dhe aktivitete politike duke shmangur çdo ftesë për debat nga kundërshtarët. Në takimet e zhvilluara në Peqen dhe më pas në Gramsh, Berisha e konsideron këtë shmangje si mungesë transparence dhe shmangje nga përgjegjësia. Tallet me ju, tallet me shqiptarët. Merr daullën, i bie daullës, gjën dhe Nojzin, me Lamborghini Nojzit, po Lamborghini Nojzit nuk është pensione. Lamborghini Nojzit nuk është rroga, a i takzoj, po ç'pun ka pensionisti me të, apo si ta mashtroj, po ç'pun ka i smuri që vdes për ilaçe. Historia ka qenë e hidhur, edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. 11 maj, për Sali Berishën ndan epokat, ndaj dhe shqiptarët i ftoi të votojnë për mirëqenien e tyre. Ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Pas 11 maj 100 ditë të para, nuk do ketë rrogtar me rrogë më të ulët se sa 500 euro në Shqipëri. Të gjithë pensionistët dhe rrogultët do marrin kartën e konsumatorit. Sipas opozitës, zgjedhjet e 11 maj do të jenë vëzhgimin e rrep ndërkombëtar si pasojë e rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian për monitorimin e procesit zgjedhor në Shqipëri. Një ngjarje e tronditse u regjistrua në lagjen Gjyhadol të Shkodrës ku një turist amerikan vrau me thik bashkëshortin e tij pas një zënke të dhunshme. 57 vjeçari Brandon Saporito ka pranuar parajtuesve krimin, ndërsa deklaroi se të dy ishin në ndikimin e alkoolit. Ai ka treguar për një marrëdhënie të acaruar kohët e fundit dhe për një debat të fortë që përfundoi në tragjedi. Një tragjedi familjare me përmasa të mëdha ka ndodhur në qytetin e Shkodrës ku një çift turistësh amerikan u përfshi në një konflikt të dhunshëm që përfundoi me vrasjen e gruas. Autori i ngjarjes, 57 vjeçari Brandon Saporito, vrau me thik bashkëshorten e tij, 54 vjeçaren Sandra Saporito, ndërsa të dy ndodheshin në një banesë me qira në lagjen Gjadol. Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi çifti kishte mbërritur në Shqipëri. Sipas dëshmive të dhëna para grupit hetimor, Brandon ka pranuar se ishte i penduar dhe se vrasja kishte ndodhur si pasojë e këtë ashpër, ku të dy kishin qenë në gjendje të dehur. Ai ka treguar se marrëdhënia me bashkëshorten kishte qenë e tensionuar kohët e fundit me debate të shpeshta dhe pa arsye konkrete. Në momentin kur gruaja ka nisur ta ofendojë dhe shaj, ai ka humbur kontrollin dhe e ka goditur me thik. Pas krimit, Saporito ka tentuar të vetvritet duke prerë damarët, gjë që tregon një gjendje të rënduar emocionale. Në vendin e ngjarjes mbërriti më njëherë policia e lajmëruar nga pronari i banesës, i cili kishte dëgjuar zhurma dhe debatet vazhdueshme gjatë natës. Ai kishte
ndërhyrë disa herë për të kërkuar qetësi, pa imagjinuar se situata do të përshkallëzohej në një akt kaq të rënd. Autori ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve dhe në mbikëqyrjen e policisë, ndërkohë që ndaj tij është ngritur akuza për vrasje me dashje. Trupi i viktimës është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për autopsi, ndërsa autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë me ambasadën amerikane për çështje procedurale dhe kontakte me familjarët e viktimës. Ngjarja ka tronditur opinionin publik, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për të dokumentuar çdo rrethan të krimit makabër. Policia e Vlorës po heton vrasjen e 27 prillit të Renato Hoxhait, ku dyshohet se atentati është realizuar nga një vrasës profesionist paguar. Përdorimi i armëve të ndryshme dhe teknika e saktë e goditjeve ka ngritur dyshime për përfshirjen e një personi të stërvitur në ekzekutimin e viktimave. Në mëngjesin e së dielës, në 27 prill, një krim i rënd tronditi qytetin e Vlorës, ku 46 vjeçari Renato Hoxhai u ekzekutua në lagjen Hajro Cakëri. Hetimet paraprake të policisë po sugjerojnë se kjo mund të jetë një vrasje planifikuar dhe realizuar nga një vrasës me pagesë, një veprim tipik i grupeve kriminale. Viktima, megjithëse dukej se nuk kishte lidhje direkte me botën e krimit, u godit me 4 plumba, 2 prej të cilëve në kokë dhe 2 në trup. Ky lloj ekzekutimi dhe përdorimi i armëve të kalibrave të ndryshëm ka ngritur dyshime se atentatori mund të jetë një person i stërvitur, pasi goditjet ishin të sakta dhe të fokusuara te pjesët fatale të trupit. Gëshojat e gjetura në vendin e ngjarjes janë të 2 kalibrave të ndryshëm, 2 prej të cilëve janë të kalibrit 9 mm dhe 2 të tjera nga një armë tjetër. Këto prova kanë ndihmuar hetuesit të formulojnë dyshimet për një vrasës të paguar që mund të ketë pasur mbështetje nga një grup kriminal. Aktualisht, policia ka arrestuar Eris Mehmetin, një person i dyshuar për përkrahjet e autorit të krimit. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të identifikuar autorët e mundshëm të atentatit mafioz. Një fragment i vogël doreze pjesërisht i djegur mund të jetë shelsi që do të çojë drejt zbulimit të autorit të vrasjes së biznesmenit Bujar Nasufi. Ekspertët kanë përfituar prej saj një profil të pastër ADN-je që tashmë po krahasohet në bazat ndërkombëtare të dhënave. Hetimet për vrasjen e bujqshme të biznesmenit Bujar Nasufi, ekzekutuar mbrëmjen e 12 janarit 2025 pranë pallatit Mishigjeta në Tiranë, kanë hyrë në një fazë kyçe. Burimet pranë grupit hetimor kanë konfirmuar se një dorezë gjysmë e djegur e gjetur në një nga tunelet që lidh zonën e kombinatit mund të përmbajë materiale gjenetike që do të çojë në identifikimin e autorit. Autori i krimit që lëvizte me motor e kishte djegur mjetin për të zhdukur çdo provë, por mbetjet e dorezave të përdorura nga ai janë gjetur në vendin ku mjeti u shkatrua, ndërsa në motor nuk u zbulua ngjyrë gishtash për shkak të dorezave në njërin prej tyre. Ekspertët kriminalistik gjetën mbetje biologjike që kanë mundësuar përfitimin e një profili të plotë ADN-je. Ky profil tashmë është dërguar për krahasim në bazën e të dhënave të Interpolit me shpresë se mund të përputhet me ndonjë person të skeduar më herët për krime të ngjashme. Paralelisht me vendim gjykate, ADN-ja do të krahasohet edhe me atë të familjarëve të 2 vëllezërve nga Përmeti, të cilët kanë pasur konflikte me viktimën për shkak të një prone që u shit nga babai i tyre në emër të Bujar Nasufit. Të 2 vëllezërit janë figura të njohura për autoritetet ligjzbatuese europiane dhe të skeduar për trafik ndërkombëtar droge në Spanjë. Prokuroria shqiptare është duke hetuar për një lidhje të mundshme mes tyre dhe atentatit. Ngjarja ka ndodhur në prani të gruas së viktimës, e cila pa me sytë e saj momentin kur bashkëshorti i saj u qellua me disa plumba teksa po parkonte makinën pranë banesës së tyre. Vrasja brutale tronditi opinionin publik, ndërsa për autoritetet çdo pistë mbetet ende e hapur. Në këtë fazë, shpresa kryesore e hetuesve që të afrohej drejt identifikimit të vrasësve mbetet analiza e ADN-s e përfituar nga doreza. Çdo zhvillim i ri në këtë drejtim mund të jetë vendimtar për zbardhjen e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Sarandës, ku një 48 vjeçar ka grabitur me armë një dyqan dhe ka ushtruar dhundajt një shitësje, ndërsa dyshohet se ka tentuar edhe të abuzojë seksualisht. Autori Jorgo Kumaraku është padhur në kërkim nga policia, ndërkohë që rezulton me precedent shumë penal për grabitje dhe kërcënim. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për kapjen e tij. Një tjetër episod kriminal me të njëjtin emër në qendër të vëmendjes ka tronditur qytetin e Sarandës. 48 vjeçari Jorgo Kumaraku është padhur në kërkim nga policia pasi dyshohet se të premten mbrëma ka kryer një grabitje në kërcënimin e armëve në një dyqan në lagjen numër 2 në qytetin bregdetar. Sipas burimeve zyrtare, Kumaraku ka hyrë në ambiente tregtare dhe pasi ka kërcënuar shitsen 26 vjeçare me armë, ka marrë me forcë një shumë prej 60.000 lekësh, por ngjarja nuk u mbyll vetëm me grabitjen. Dëshmia tronditse e të resë dhe të dhënat paraprake të hetuesve flasin për
dhun fizike ndaj saj, si dhe për një tentativë për abuzim seksual, çka e rëndon më tej tablon penale të dyshuarit. Historia kriminale e Jorgo Kumarakut është e gjatë dhe e përsëritur. Ai rezulton i skeduar nga policia për të paktën 5 ngjarje të mëparshme me natyrë të ngjashme. Emriti u shfaq për herë të parë në vitin 2007 kur grabiti një kazino në Sarand. Më pas në vitin 2013 sulmoi dhe grabiti 2 kazino të tjera në Sarand dhe Gjirokastër, ku sipas dosjes hetimore përdori dhunë ndaj punojësve të ambientit të lojrave të fatit. Edhe në vitin 2021 ai u përfshir një tjetër çështje penale, ku akuzoi për kanosje dhe përpjekje për të detyruar një grua të jepte para. Në verën e vitit 2023, Kumaraku kap në flagrancë nga turistët, teksa tentonin të vjedhin sendet personale në një hotel, por arrestimi i tij atëherë nuk e ndali vijimsinë e veprave të rënda penale. Policia e Sarandës ka ngritur grupe kontrolli dhe po punonin intensivisht për gjetjen dhe arrestimin e tij, ndërsa ka bërë thirrje për ndihmë publike, duke garantuar ruajtjen e plotë të anonimatit në çdo informacion që mund të ndihmojë në lokalizimin e 48 vjeçarit. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në qytetin turistik, duke rritur ndjeshëm tensionet dhe ndjesinë e pasigurisë në prag të sezonit veror, ndërsa qytetarët kërkojnë masa më të forta për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Majlinda Avduli, një 47 vjeçare e dënuar për trafik droge në Itali, është arrestuar pas një periudhë 9 vjeçare arratije. Ajo është kapur në Shqipëri, ndërsa autoritetet po përgatiten për të ekstraduar atë në Itali që të vuajë dënimin. Përveç dënimit në Itali, hetimet kanë zbuluar aktivitet të mundshëm kriminal të Avdulit edhe në Shqipëri. Pas një periudhe të gjatë arratije, ku qëndroi në shpërngulje për pothuajse një dekat, Majlinda Avduli, e njohur ndryshe si Diana Tafani, u arrestua nga forcat e posaçme të policisë. Ajo ishte shpallur e dënuar në vitin 2016 nga gjykata e Kaljarit në Itali për trafik droge si pjesë e një grupi kriminal. Dënimi i saj është 9 vite e gjysmëburg dhe operacioni për kapjen e saj është finalizuar me sukses pas një bashkëpunimi të ngushtë ndërkombëtar mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane. Sipas informacioneve, rrugtimi i Avdulit në botën e drogës filloi në vitet e hershme pas një lidhje me kreun e një grupi kriminal në Shqipëri. Ky grup ka operuar kryesisht në Elbasan, ku Avduli dyshohet të ketë qenë aktive në aktivitete të palishme. Aktualisht, ajo është nën hetim nga autoritetet shqiptare për aktivitetet e mundshme kriminale që mund të ketë zhvilluar në territorin shqiptar. Për momentin, autoritetet shqiptare janë duke u përgatitur për ta ekstraduar në Itali, ndërsa hetimet për të vazhdojnë lidhur me veprimtarinë e saj të mundshme në Shqipëri. Policia kufitare në portin detar të vendit ka goditur një tjetër rast të kontrabandës me madhra. Një 38 vjeçar përfundoi në pranga pasi tentoi të kalonte pa deklaruar në territorin shqiptar një sasi të konsiderueshme celularësh dhe verërash. Një tjetër tentativ për futjen e madhrave kontraband në vend është zbuluar në portin e Durrësit fal kontrolleve të detajuara të policisë kufitare. Në pranga ka përfunduar Ronaldo Ago, 38 vjeç, drejtuesi një kamioni që kishte si destinacion Shqipërinë. Sipas burimeve zyrtare të policisë, mjeti i transportit u nënshtrua një kontrolli të udhëtishëm bazuar në analizën e riskut dhe procedurat standarde të sigurisë. Gjatë verifikimeve në brendësi të kamionit u gjetën 116 aparat celular dhe 18 shishe me verë, të cilat ishin të fshehura dhe të padeklaruara në dokumentacionin zyrtar. Autoritetet bën të ditur se madhrat nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje apo dokumentacion që vërtetojnë origjinën e tyre, çka forcon dyshimet se kemi të bëjmë me një rast të pastër kontraband. Pas sekuestrimit të sendeve, të cilat tani konsiderohen prova materiale, 38 vjeçari Ago është arrestuar në flagrancë dhe materialet procedurale janë referuar prokurisë së Durrësit, e cila ka nisur hetimet. Ai pritet të dalë përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Ndërkohë, policia kufitare ka shtuar kontrollet në port për të frenuar fluksin e tentativave për futje të palishme madhrash, veçanërisht përmes mjeteve të transportit të rënd. Raste të tilla, sipas uniformave blu, përbëjnë një rrezik serioz për ekonominë dhe sigurinë në kufi. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Për herë të dytë radhazi, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të formojë komisionin për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit, duke shtyrë sërish zgjidhjen e ngërçit institucional. Opozita refuzoi që të marrë pjesë në proces, duke kundërshtuar mënyrën e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Tensionet politike mes partive po e lënë vendin pa një strukturë funksionale të kuvendit. Kuvendi i Kosovës vazhdon të mbetet i paralizuar pasi edhe në vazhdimin e 10 të seancës konstituive, partitë opozitare refuzuan sërish të marrin pjesë në krijimin e komisionit për votimin e fshehtë të kryetarit të ri të kuvendit.
Seanca do të rifillojë të hënën më 5 maj në orën 10, por me tensione të rritura politike. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk pranuan të propozojnë një përfaqësues në komisionin e votimit duke kundërshtuar mënyrën se si lëvizja vetëvendosje po tenton të realizojë votimin. Kryetari i PDK Memli Krasniqi e cilsoi këtë proces si antikushtetues dhe akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për tentativë për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Kurti e di se nuk ka numrat për një mandat të ri dhe tani po mban peng institucionet, deklaroi Krasniqi ndërsa ritheksoi qëndrimin se kandidatja aktuale e LVV për kryeparlamentare Albulena Haxhiu nuk do të marrë kurrë mbështetjen e opozitës. Edhe deputetja e LDK Hykmet e Bajrami e cilsoi ndërhyrjen në procedurën e votimit si jo kushtetuese duke insistuar se zgjedhja e kryetarit të kuvendit kërkon konsensus politik. Në të njëjtën linjë ishte edhe Time Kadria nga AK, e cila tha se kjo manovër është një përpjekje për të shmangur një tjetër dështim të kandidaturës së Haxhiut. Opozita vijon të kërkojë që vetëvendosje të propozojë një emër të ri për kryetar të kuvendit ndërsa vendi mbetet pa institucione funksionale edhe pas përfundimit të zgjedhjeve. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka ndërprerë papritur vizitën e tij zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat serbe raportojnë se arsyeja është gjendja e përkeqësuar shëndetësore e kreut të shtetit. Megjithatë, ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga presidenca në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është detyruar të kthehet para kohe në Beograd duke ndërprerë vizitën e tij zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Lajmi është bërë i ditur nga burime pranë kabinetit presidencial ndërsa raportimet e para të medjave vendase flasin për probleme shëndetësore si shkak të kësaj ndërprerjeje. Sipas të njëjtave burime, Vučić nuk është ndjerë mirë në orët e para të së premtes dhe pas një kontrolli mjekësor ka marrë vendimin për të ndërprerë të gjitha angazhimet dhe për t'u kthyer menjëherë. Në agjendën e tij zyrtare, presidenti serb kishte paralajmëruar një takim me presidentin amerikan Donald Trump, një zhvillim që nuk u konkretizua për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Aktualisht nuk ka ende një reagim zyrtar nga presidenca e Serbisë, por pritet që në orët në vijim të ketë një deklaratë mbi gjendjen e Vučić dhe detaje të mëtejshme lidhur me situatën e tij. Vizita në Shtetet e Bashkuara konsiderohej e rëndësishme në dritën e zhvillimeve të fundit në Ballkan, ndërsa vëmendja tani është përqendruar në shëndetin e liderit serb dhe pasojat që kjo ndërprerje e papritur mund të ketë në marrëdhëniet ndërkombëtare të Beogradit. Ndërprerja e kësaj vizite vjen në një moment kur Serbia ndodhet nën presion ndërkombëtar për qëndrimin e saj ndaj dialogut me Kosovën dhe për pozicionimin e saj në raport me konfliktin në Ukrainë. Takimet në Shtetet e Bashkuara ishin parë si një mundësi për të qartësuar pozicionin serb në këto çështje dhe për të forcuar lidhjet me Washingtonin. Kthimi i parakohshëm i presidentit Vučić përveç se ngre pikpyetje mbi gjendjen e tij shëndetësore, krijon paqartësi edhe në vijimsinë e marrëdhënieve diplomatike në një kohë të ndjeshme për rajonin. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Një përplasje jashtë për akuza është shënuar mes diplomacisë amerikane dhe autoriteteve gjermane pas klasifikimit të partisë AFD si ekstremiste. SBA-ja e sheh veprimin si cënim të demokracisë, ndërsa Berlini e mbron në emër të rendit kushtetues. Një debat i pazakon diplomatik ka shpërthyer me Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë pas vendimit të autoriteteve gjermane për të klasifikuar Partinë Alternativa për Gjermaninë si një organizatë ekstremiste. Në një postim në rrjetin X, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kritikoi ashpër këtë vendim duke e quajtur një akt të rrezikshëm ndaj pluralizmit politik. Gjermania sapo i dha agjencisë së saj të spionazhit kompetenca të reja për të mbikëqyrur opozitën. Kjo nuk është demokraci, është tirani e maskuar, shkroi Rubio nga llogaria zyrtare e Departamentit të Shtetit. Në të njëjtën linjë reagoi edhe zëvendëspresidenti amerikan J.D. Vance, i cili vlerësoi AFD si partinë më përfaqësuese për qytetarët e Gjermanisë lindore duke akuzuar burokracinë për tentativë për ta shkatëruar atë përmes mjeteve institucionale. Por autoritetet gjermane reaguan menjëherë. Ministria e Jashtme e Gjermanisë mbrojti vendimin e Agjencisë së Inteligjencës së Brendshme, duke theksuar se klasifikimi bazohet në një raport voluminoz prej 1000 faqesh ku dokumentohen shkeljet të rënda të rendit kushtetues dhe të parimeve demokratike. Vendimi i autoriteteve gjermane vjen në një moment të rëndësishëm politik, pak ditë përpara se Friedrich Merz të marrë zyrtarisht detyrën si kancelar i ri i Gjermanisë. Të paktën 11 civil, përfshirë 3 fëmijë të mitur, humbën jetën nga bombardimet e fundit në jug të Gazës. Ndërkohë, autoritetet në Gaza raportuan të premten për të paktën 42 viktima të tjerë në rajon të ndryshëm të territorit. Situata humanitare në Gaza është përkeqësuar ndjeshëm, sidomos pas datës së 2 mars, kur Izraeli ndaloi hyrjen e ndihmave humanitare,
si mjet presionin ndaj Hamasit për lirimin e pengjeve izraelite. Një tjetër natë tragjike për civilët në rripin e Gazës, ku të paktën 11 persona mes tyre edhe 3 fëmijë të vegjël humbën jetën si pasojë e një sulmi ajror izraelit në kampin e refugjatëve në Han Yunis. Agjencia për mbrojtjen civile në Gaza njoftoi se bombardimet nisën në orët e para të mëngjesit dhe goditën një banesë familjare. Sipas zëdhënësit Mahmud Basal, 8 nga viktimat i përkisnin të njëjtës familje, përfshirë 2 fëmijë 1 vjeçar dhe një foshnjë vetëm 1 muajshë. Ushtria izraelite deri më tani nuk ka dhënë asnjë deklaratë mbi këtë incident. Sulmi është pjesë e ofensivës që rifilloi më 18 mars, pas 2 muajsh armpushim në kuadër të konfliktit të zgjatur me Hamasin të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë autoritetet në Gaza raportuan të premten për të paktën 42 viktima të tjera në rajone të ndryshme të territorit. Situata humanitare në Gaza është përkeqësuar ndjeshëm sidomos pas datës 2 mars, ku Izraeli ndaloi hyrjen e ndihmave humanitare si mjet presioni ndaj Hamasit për lirimin e pengjeve izraelite. OKB ka ngritur alarmin për rrezikun e një urie masive dhe ka kërkuar heqjen e kufizimeve sa më parë. Rusia ka goxhitur sërish Ukrainën me një val intensive dronësh, këtë herë me objektiv qytetin e Arkivit. Nga shpërthimet u plagosën 10 persona, ndërsa presidenti Zelenski bëri thirrje aleatëve për mbështetje të menjëhershme në mbrojtje ajrore. Një tjetër natë e errët për Ukrainën. Rusia goditi me 10 dronë qytetin e Harkivit duke shkaktuar të paktën 47 të plagosur sipas autoriteteve lokale. Kryebashkiaku i Harkivit Ihor Terekov tha se goditet ndodhen në të paktën 12 zona të qytetit të dytë më të madh të vendit, duke dëmtuar ndërtesa banimi makina dhe infrastrukturë civile. Edhe guvernatori rajonal Oleg Syniehubov konfirmoi përmasat e dëmeve pas sulmit. Në reagimin e tij pas ofensivës presidenti Volodymyr Zelenski kërkoi më shumë mbështetje nga partnerët ndërkombëtar duke theksuar nevojën urgjente për mbrojtje ajrore. Përderisa bota po heziton të marrë vendime, pothuajse çdo natë Ukraina shndërrohet në ankth duke humbur jetë njerëzish. Ukraina ka nevojë për forcim të mbrojtjes ajrore. Vendime reale dhe të forta kërkohen nga partnerët tanë Shtetet e Bashkuara Evropa dhe të gjithë ata që kërkojnë paqe, shkroi ai në platformën X. Forcat ajrore ukrainase deklaruan se Rusia lëshoi 183 dronë gjatë natës 77 prej të cilëve u rrëzuan. Po ashtu sipas të njëjtit burim u regjistruan edhe 2 sulme me raketa balistike. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pohuar nga ana e saj se gjatë së njëjtës natë rrëzoi 170 dronë Ukrainas. 3 vjet pas fillimit të pushtimit, lufta në Ukrainë vijon të përshkallëzohet me pasoja të rënda për civilët dhe me një thirrje të përsëritur për ndihmë ndërkombëtare. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta për periudhën. Pritem vranësira të pakta në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri 9 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 28 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 26 gradë. Peshkopi 13 deri në 25 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 28 gradë. Durrës 17 deri në 27 gradë. Kavaj 16 deri në 26 gradë. Elbasan 15 deri në 27 gradë Celsius. Berat 15 deri në 28 gradë. Korç 13 deri në 25 gradë. Vlorë 17 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 27 gradë. Sarand 17 deri në 26 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 4 maj 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë, me diell gjatë gjithë ditës dhe ndonjë vranësirë të lehtë në zonat malore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi mesatare prej 2 deri në 6 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 28 gradë, Skënderaj 12 deri në 27 gradë Celsius, Pejë 13 deri në 29 gradë, Prishtinë 12 deri në 30 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë, Malishev 13 deri në 28 gradë, Gjilan 12 deri në 29 gradë, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 13 deri në 28 gradë Celsius, Suharek 14 deri në 28 gradë, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.